Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës së Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Para disa vitesh unë dhe Dona shkuam në Evropë për herë të parë. Gjithmonë kishim në mendje përfytyrimet se si do të ishte Evropa, por një nga gjërat që na habiti të dyve ishin vizitat e disa prej qyteteve më të vjetra në Evropë, ku pam katedralet e vjetra që ishin të zeza si bloza. Kishim parë fotografi të tyre, padyshim në librat e historisë, por nuk dukeshin siç dukeshin në fotografi. Por përgjatë viteve, këto katedrale të lashta kishin mbledhur blozë dhe pluhur dhe dukeshin vërtet të zeza. Nuk di si ta them në një mënyrë tjetër, 1000 vjet nxirje. Kur ishim në Itali, shkuam të shikonim kullën e përkulur të Pizës. Dhe aty pam një ndërtesë të zezë. Kishin filluar të vendosnin skela dhe kishin filluar ta zmerilonin për ta sjellë atë në pamjen e saj normale. Johnny Eriksen Tada na tregon kur shkoi në katedralen e Notre Dameit dhe vuri re ngjyrën e zezë tek ajo katedrale e bukur. Në fakt, nxirja, bloza dhe pluri i gjithë atyre viteve në ndërtesë ishte aq i madh sa që nuk mund t'i shikoje dot as fresket në tavan, nuk mund shikoje dot punët artistike në ndërtesë, kurse jashtë ndërtesës nuk mund të shihje gdhendjet dhe bukurinë e arkitekturës së ndërtesës. Ishte thjesht e zezë. Ajo thot se vite më vonë dikush i kishte dërguar një fotografi shumë vite më vonë, që nga koha kur ajo kishte qenë aty dhe kur kishte marrë fotografinë, ata e kishin zmeriluar katedralen dhe e kishin kthyer në bukurinë e saj. Shumica prej jush e din se Johnny Eriksen Tada është tetraplegjike dhe ka vuajtur shumë në jetën e saj, por ka qenë një dëshmi e madhe për hirin e Perëndisë në jetën e saj. Nuk duhet na habis fakti se vlerësimi i saj për atë që kishte përjetuar ishte diçka e tillë. Kur ne lejojmë blozën dhe pistllëkun e botës që të mblidhen në jetën tonë, ndonjëherë është e nevojshme që Perëndia të përdor veprën e tij zmeriluese për të na sjellë në bukurinë e asaj që Perëndia ka për qëllim të jemi. Ajo foli për zmerilimin e jetën e saj dhe për vuajtjet që kishte njohur ajo. Ajo thot se vuajtjet për besimtarët janë shumë të ngjashme me këtë, sikur Perëndia po na zmerilon ne për të na sjellë në atë vend ku ai do që të jemi. Vuajtjet e shumicës prej nesh as nuk i afrohen atyre të Johnny Eriksenit, prandaj nuk mund ta kuptojmë ashtu siç e kupton ajo. Shumica prej nesh preferojnë që të mos vuajnë si Johnny Erikseni, jo shumë faleminderit. Shumë prej nesh preferojnë që të kenë atë lloj perëndie që C.S. Lewis na i përshkruan në një nga shkrimet e tij. Ai thotë ne nuk duam që të kemi një atë në qiell, por ne duam të kemi një gjysh në qiell. Dhe unë jam gjysh, prandaj e kuptoj këtë. Fëmijët e mi sjellin fëmijët e tyre në shtëpinë time dhe ata nuk më shkojnë as për vrasje. Gati kur nuk i disiplinoj, thjesht i dua. Për këtë janë gjyshërit. Unë ju jap gjëra atyre. Por baballarët janë ndryshe apo jo? Baballarët duhet jetojnë me ata fëmijë gjithkohës, prandaj duhet kujdesen më shumë për ta. Dhe ne si të krishterë, nëse nuk tregohemi të kujdesshëm, bijem në këtë model të komentit të C.S. Lewisit, ne duam të kemi një gjysh në qiell dhe jo një atë. E po sot jam këtu për t'ju thënë se ne nuk kemi një gjysh në qiell, ne kemi një atë dhe Bibla thotë se ne jemi fëmijët e tij. Dhe në pasazhin që ne do të lexojmë sot, do të zbulojmë se për shkak se ai është ati ynë, ai na trajton ne si fëmijët e tij. Shumë shpesh kur u flasim njerëzve për dashurinë e Perëndisë, ata na thonë se e po e di çfarë, unë nuk e di nëse i besoj këto gjëra për dashurinë e Perëndisë. Shiko çfarë po ndodh në jetën time. Kam kaluar një divorc, humba shtëpinë time, humba punën time pas gjithë këtyre viteve. Si mundet që një Perëndi i dashur t'i lejojë këto gjëra të ndodhin në jetën time? Nëse Perëndia vërtet më do, pse nuk më mban larg të gjithë këtyre gjërave? Pse i ka lejuar që të më ndodhin këto? Dhe ju e keni dëgjuar këtë, disa prej miqve tuaj e kanë bërë këtë pyetje. E po sot dua që të ndaj me ju se Perëndia ju do vërtet, ai gjithmonë ju ka dashur, gjithmonë do t'ju doj, dhe ai ju do edhe kur po ju korrigjon juve.
Biblia na thot se ka raste të caktuara kur Perëndia e lejon disiplinimin në jetën tonë. Janë 3 arsyet bazë sepse disiplinimi vjen te ne si të krishterë. Ndonjëherë, Perëndia e lejon disiplinimin për të na ndëshkuar. Mund të thoni, Perëndia na ndëshkon, po ai është një baba. Kur ne bëjmë gjëra që janë rebelim dhe mosbindse ndaj tij, nëse ne nuk e korrigjojmë veten, Perëndia do të na tërheqë vëmendjen. Por ndonjëherë Perëndisi duhet që të merret me ne, dhe kjo është e vërtetë, kjo është ajo që bëjmë me fëmijët tan kur ata sillen keq, ne i ndëshkojmë. Ndonjëherë Perëndia na disiplinon për të na ndëshkuar, ndonjëherë Perëndia na disiplinon për të na mbrojtur. Në një rast në Dhjetën e Re lexojmë këtë për apostullin Paul, dhe që të mos më rritet mendja për shkak të jashtëzakonshmërisë së zbulesave, mu dha një gjem në mish, një engjëll i Satanit për të më rënë me grushta që të mos mbahem me të madh. Tani nëse lexojmë me kujdes do të zbulojmë se Palit ju dha një gjem në mish jo për shkak se kishte bërë diçka. Atij ju dha një gjem në mish për ta penguar që të bënte diçka që nuk duhet ta bënte. Perëndia i kishte dhënë disa zbulesa të jashtëzakonshme, disa zbulesa qiellore, dhe Perëndia i tha Pal, ti rrezikon të bëhesh mendje madh, ti rrezikon që të bëhesh arrogant dhe krenar, dhe që ti të mos e bësh këtë, unë do të bëj këtë zmerilim që ti nuk e ke pritur. Dhe Pali thot se Perëndia e bëri këtë, jo për shkak se ai kishte bërë diçka të gabuar, por në mënyrë që ta ruante atë, që të mos bënte diçka që nuk duhej ta bënte. Ndonjëherë ai na disiplinon për të na ndëshkuar, ndonjëherë ai na disiplinon për të na mbrojtur. Por shumë shpesh Perëndia na disiplinon për të na pastruar. Dhe për këtë na flet pasazhi këtu te Hebrejve 12. Këtu ne do të mësojmë se ndonjëherë Perëndia i trajton fëmijët e tij në mënyrë disiplinuese për të sjellë ata në një vend pastrimi dhe shenjtërimi që ai dëshiron për ta. Nëse e shqyrtoni këtë në jetën tuaj, do të zbuloni se në raste të tilla kur e keni ndier se gjërat ishin të vështira dhe nuk po shkonin mirë, që kishit vështirësi, nëse i shihni më vonë, kuptoni se në këto raste jeni rritur në marrëdhënien tuaj me Krishtin. Perëndia e ka këtë qëllim në jetën tonë. Dhe arsyet për disiplinimin e Perëndis janë 3. Ndonjëherë ai na disiplinon për të na ndëshkuar, ndonjëherë për të na mbrojtur, por në përgjithësi ai e bën këtë për të na pastruar. Ai e bën që të na pastrojë, që ne të bëhemi njerëzit që ai do që të jemi. Këto janë arsyet për disiplinimin e Perëndis. Le të flasim pak se si duket kjo në realitet. Vini re se çfarë na thuhet në vargjet 6 deri në 8, sepse Perëndia ndreq atë që do dhe fshikullon çdo bir që i pëlqen. Nëse ju do ta duroni qortimin, Perëndia do t'ju trajtoj si bi, sepse cilin bir nuk e korrigjon i ati, por po të mbeteni të pandrequr ku të gjithë u bën pjesëtar, atëherë jeni kopila dhe jo bi. Autori këtu kërkon të na tregojë 2 gjëra. Së pari, prania e disiplinimit të Perëndis në jetën tuaj vërteton se ju jeni një nga bijt ose bijat e tij. As është interesante që pikërisht ajo gjë që na bën të dyshojmë te dashuria e Perëndis është ajo që duhet ta shohim si provë të dashurisë së Perëndis. A nuk është e vërtetë se kur kalojmë vështirësi dhe po e ndjejmë zmerilimin në jetën tonë, themi apo si mund të më dojë mua Perëndia nëse lejon të më ndodhin këto gjëra? Jo, nuk e keni kuptuar mirë. Vetë fakti që ju po i kaloni këto gjëra është prova që Perëndia ju do vërtet dhe po ju trajton si një prej fëmijëve të tij. Në fakt, shkrimi na thot se ai na e bën këtë sepse jemi bij, dhe në këtë pasazh përdoret një fjalë që nuk nënkupton fëmijë të vegjël, por fëmijë të rritur, ndërsa ne rritemi në besim, ndërsa bëhemi të rritur dhe të pjekur, nëse kemi pak kohë që jemi të krishterë. Nuk duhet habitemi nëse përjetojmë ndonjë lloj ndëshkimi në jetën tonë. Jobi 5:17 e thot kështu: ja lum njeriu që Perëndia dënon, prandaj ti mos e përbuz ndëshkimin e të plotfuqishmit. Vetë fakti që ju po qortoheni, që po kaloni disa vështirësi, vërteton që ju jeni një bir. Të gjithë njerëzit i nënshtrohen ndëshkimit të Perëndis, por vetëm fëmijët e tij marrin disiplinimin e tij. Kur ne disiplinohemi, ne e dim se ati na do, dhe kështu sigurohemi që jemi bijt e tij dhe bijat e tij. Prania e disiplinimit të Perëndis provon
se ne jemi bijtë e tij. Vini re që edhe e kundërta është e vërtet. Autori thot se mungesa e disiplinimit të Perëndis provon që ne nuk jemi bijtë e tij. Por po të mbeteni të pandrequr, ku të gjithë u bën pjesëtar, atëre jeni kopila dhe jo bij. Le të qëndrojmë pak këtu dhe të mendohemi për një çast. Nëse Perëndia do të na kishte rilindur shpirtërisht, pastaj do të na braktiste. Ai nuk do të ishte më shumë se sa një at kozmik i lodhur. Por ai nuk e bën këtë. Perëndia na rilind ne në shpëtim dhe pastaj vazhdon të jetë babai ynë për gjatë rrugtimit, na udhëzon, na drejton dhe na ndihmon të rritemi, siç do të bënte çdo baba njerëzor, i cili ecën në rrugën e Perëndis. Dhe për sa i përket realitetit të disiplinimit, kjo duhet të jetë një nga deklaratat më të qarta në Bibël. Le të shohim në vargun 11. Çdo ndreqje pra aty për aty nuk duket se sjell gëzim. A më dëshmon njëri për këtë? Asnjë ndreqje pra aty për aty nuk duket se sjell gëzim, po hidhërim. Sa e sinqertë është fjala e Perëndis këtu. Fjala e Perëndis na thotë se kur Perëndia na zmerilon, kur Perëndia po na ndreq, kur Perëndia po na disiplinon, nuk ndihemi mirë. Neve nuk na pëlqen, e kundërshtojmë. Të gjithë ne e kuptojmë se nëse ndreqja do të ishte e këndshme, nëse do të ishte të rejse, atëherë nuk do të kishte ndikim tek ne. Ndreqja është e trishtuar, është e dhimbshme, të dhëmb. Kur nuk është e lehtë që ta vlerësosh disiplinimin kur ai ndodh. Amen. Por në këtë pasazh kemi një fjalë që nuk duhet na shpëtoj. Shkruajeni atë diku, rrethojeni me laps, ja se cila është fjala por më pas. Por më pas vijnë edhe bekimet. Bekimet nuk vijnë gjatë disiplinimit. Bekimet e disiplinimit vijnë më pas. A nuk ndodhe njëjta gjë edhe me fëmijët tanë? Do të them se askujt nuk i pëlqen të disiplinoj fëmijët, se ata vajtojnë qajnë dhe do të ndihemi shumë keq. Por më pas me shpresë gjërat janë më mirë. Më pas ne i përqafojmë dhe i duam ata dhe u tregojmë se sa shumë të rëndësishëm janë për ne dhe nuk duam që të sillen keq, dhe më pas vijnë përfitimet. Pra, arsyet për disiplinimin e Perëndis në jetën tonë janë 3. Ndonjëherë për të na ndëshkuar, ndonjëherë për të na mbrojtur, ndonjëherë për të na pastruar. Dhe realiteti i disiplinimit Perëndis është ky: nëse po disiplinoheni jeni një bir, nëse jo nuk jeni. Le të flasim për reagimin ndaj disiplinimit Perëndis në jetën tonë, si duhet të reagojmë ndaj tij. Vargu 5 thot: dhe keni harruar këshillën që ju drejtohet juve por si bijve. Biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton. Këtu autori i kujton lexuesit për diçka që me sa duket e kanë harruar. Ai u thot atyre: dhe keni harruar këshillën. Cila është kjo këshill? Është një citim i marrë nga Fjalët e Urta 3:11 dhe 12, një varg shumë i famshëm për popullin hebre. Ata e dinin këtë varg, ka mundësi ta kenë mësuar përmendësh, por sa prej jush e din se ndonjëherë mund ta njohim shumë mirë një varg të shkrimit, por të kemi harruar se ka lidhje me ne. Dhe ata e kishin harruar këshillën që të mos dekurajoheshin kur vinte disiplinimi. Dhe pastaj autori na tregon se duhet të tregojmë të kujdesshëm që kur të kalojmë në për disiplinimin e Perëndis në jetën tonë, të reagojmë në mënyrën e duhur. Ne mund të jemi mospërfillës ndaj tij. Na thuhet: biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndis. Fjala përçmo do të thotë që të mos e marrim lehtë, që të mos e shpërfillim, të mos sillemi sikur nuk është i rëndësishëm, të mos e lejojmë veten që të mos përfitojë nga kjo kohë. Autori na thotë se ne nuk duhet të reagojmë në këtë mënyrë, por ne duhet kujtojmë se atë që Zoti e do e qorton, dhe qortimi nuk është gjykim, është disiplinim për fëmijët e tij për shkak të dashurisë së tij. Perëndia ju do, gjithmonë ju ka dashur dhe gjithmonë do t'ju doj, dhe në mes të disiplinimit që ndjejmë në jetën tonë, ne nuk duhet të harrojmë këtë. Asgjë nuk është më e rëndësishme për ne se sa të mbajmë mend dhe të kujtojmë kur po kalojmë vështirësi, se disiplinimi është provë e dashurisë së Perëndis në jetën tonë. Ne mund të tregojmë mospërfillës ndaj disiplinimit të Perëndis. Ja se ku ngecin shumica prej nesh, ne nuk jemi mospërfillës, por jemi të friksuar nga disiplinimi. Vini re, dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton. Ndërkohë që disa tregojnë mospërfillës ndaj disiplinimit, për çdo njërin që është mospërfillës ka 100 të tjerë që janë të friksuar. Atyre u bie fikët nga vështirësitë që i prekin. Ata nuk e dinë se çfarë të bëjnë, ata janë plotësisht të tronditur nga gjërat që ndodhin në jetën e tyre.
Unë mendoj se Davidi kaloi një çast të tillë ndërsa po shkruante një nga psalmet. Te Psalmi 42:11 ai thot: "Pse ligështohesh shpirti im? Pse rënkon për brenda meje, shpreso te Perëndia." Davidi po thoshte: "Unë jam i tronditur nga këto që po ndodhin, çfarëdo që të ketë ndodhur kur e shkroi këtë psalm. Ju lutem, duhet të kuptoni se disiplinimi i Perëndis na jepet që të na ndihmojë dhe jo të na lëndojë. Na jepet që të na ndërtoj dhe jo që të na shkatroj. Prandaj vetë fakti që Perëndia po punon me ju, që ju po i ndjeni këto gjëra në jetën tuaj, që ju po i kaloni këto vështirësi në jetën tuaj, është një provë për ju. Duhet të jetë një provë që Perëndia ju do kaq shumë, siç e kemi thënë shpesh. Ai ju pranon ashtu siç jeni, por ju do aq shumë sa nuk mund t'ju lërë siç jeni. Prandaj ai do të punojë në jetën tuaj. Ai do të lejojë zmerilimin për të hequr një pjesë të pislëkut dhe papastërtisë që ne marrim nga kjo botë dhe që të na ripërtëri në vendin ku ai do që të jemi. Ne mund të tregojmë mos përfillës ndaj disiplinimit të Perëndisë dhe mund të kemi frikë prej tij, por mund të jemi edhe të paditur për të. Ne mund mos e dim se çfarë thot Bibla dhe ka shumë njerëz që e kalojnë gjithë jetën duke mos e kuptuar kurrë sepse Perëndia lejon diçka si disiplinimi në jetën e tyre. Ata thjesht janë të paditur ndaj tij. Ata nuk e kanë lexuar Biblën. Nëse lexoni Biblën nuk ka pse të jeni të paditur. Nëse lexoni Biblën, Perëndia do t'ju tregojë se si ndodh kjo. Dhe shumë njerëz që i njoh nuk e kuptojnë se Perëndia ka në dorën e tij frymën e tyre dhe atij i përkasin gjithë rrugët e tyre. Danieli 5:23. Kur ne përballemi me vuajtje dhe nuk e kemi studiuar Biblën paraprakisht, është gati e pamundur që ta mbledhim veten dhe të kuptojmë shkakun sepse ndodh e gjitha kjo. Perëndia do që ne të dimë se çfarë qëllimi ka për atë disiplinim. Prandaj, nuk duhet të tregojmë mos përfillës ndaj tij, të mos friksohemi prej tij dhe padyshim të mos jemi të paditur për të. Por shkrimi thotë edhe që të udhëzohemi prej tij. Këtu në pasazh na thuhet që duhet të mësojmë prej tij. Ne mund t'i nënshtrohemi atij, mund të refuzojmë që ta marrim atë lehtë dhe mund të futemi më me përulësi dhe gëzim dhe mund të mbajmë mend se atë që Zoti e do, ai e qorton. Në mes të pasazhit të tij, autori i Hebrejve na jep një shembull të vogël, një përsëritje për disiplinimin e Perëndisë, tani vargjet 9 dhe 10. Pastaj etrit tan sipas mishit i patëm për të na ndrequr dhe i nderonim ata. A nuk do t'i nënshtrohemi edhe më tepër atit të shpirtrave për të jetuar, sepse ata na ndreqën për pak ditë, ashtu siç u dukej më mirë, kurse ai na ndreq për të mirën tonë, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Tani këtu autori po na thotë, më lejoni t'ju jap një shembull të vogël dhe pastaj përdor një lloj fjalësh. Në fakt termi etër sipas mishit janë etrit tan toksor. Këtë është duke na thënë. Dhe pak më poshtë në pasazh ai flet për atin e shpirtrave. Pra e ka fjalën për dy lloj etrish, etrit sipas mishit dhe atin e shpirtrave. E ka fjalën për etrit tan njerëzor dhe atin ton qiellor. Dhe po na thotë, më lejoni që t'ju shpjegoj atin qiellor duke folur për etrit njerëzor. Ai thotë se etrit tan njerëzor janë etrit e mishit. Ata na disiplinonin kur kemi qenë të vegjël, dhe tani që i kujtojmë, tregojmë respekt për ta. Çdo i rritur që mendon siç duhet dhe që ka patur prindër të mirë në të shkuarën që e kanë dashur, ai sa ta disiplinonin ndërsa rritej, kur kthen kokën pas thotë jam mirënjohës që kam pasur prindër të tillë. Më lejoni të shpreh respektin tim për prindrit e mi. Un kam patur prindër që më disiplinonin. E dija që kishte një kufi. Nuk e kaloja shpesh atë kufi, por nëse e bëja, më kujtonin që të mos e bëja më këtë gjë. Amen. Në atë kohë kur nuk merrje vesh me të mirë, merrje vesh edhe me pahir dhe fëmijët ishin më të edukuar. Dhe i respektoj prindrit e mi për këtë. Sa prej jush e din që sot është shumë e lehtë që të mos e bëjmë më këtë në familjet tona. Kam lexuar një artikull këtë javë që ndërsa nuk lejojmë ndonjë shuplak në familje, shuplaka është zvendësuar me të bërtiturin. Dhe kanë bërë një studim për këtë në familje. Tani nuk i prekim më fëmijët tanë, thjesht u bërtasim atyre. Nëse nuk mendoni se kjo ndodh. Nëse nuk mendoni se ndodh kështu, nuk keni qenë afër disa familjeve, mbase në ndonjë park apo në ndonjë vend tjetër me ta. Askush nuk do të bëjë më diçka për t'i përmbajtur fëmijët, prandaj thjesht u bërtasin. Në librin e fjalëve të urta na thuhet her pas here se nëse i duam fëmijët tan, ne duhet i disiplinojmë. Dhe nëse veprojmë kështu në familjet tona njerëzore, Bibla na thotë se a nuk na ndihmon kjo që të kuptojmë se Ati ynë qiellor, i cili ka shumë e më shumë gjëra për ne se sa ne me fëmijët tan, që Ati ynë qiellor do të bënte të njëjtën gjë. Tani Bibla vazhdon dhe na thotë se në etrit njerëzor nuk jemi të përsosur në disiplinim. Kush i ka dhënë një shuplak fëmijës së gabuar? Sa nga ju i kanë dhënë një shuplak për diçka që nuk e kanë bërë dhe kishit informacionin e gabuar?
Të gjitha kemi bërë sepse jemi të papërsosur. Na është dashur të shkojmë edhe të kërkojmë falje. Çfarë momenti i lavdishëm është për një fëmijë kur e kemi bërë ne këtë. Kam patur disa momente të tilla. Por më lejoni t'ju them diçka, ndërsa ne bëjmë gabime, Ati qiellor nuk gabon kurrë. Me qëllimet më të mira në botë, ne si prindër njerëzor, ose disiplinojmë më pak, ose disiplinojmë më shumë, ose dështojmë të disiplinojmë, ose disiplinojmë me motivet e gabuara në mënyrën e gabuar dhe në kohën e gabuar. Por Perëndia nuk i bën kurrë këto gabime. Perëndia kurrë nuk pendohet që ka disiplinuar gjithë secilin prej nesh. Ai kurrë nuk ka nevojë që të ribëj diçka. Ai kurrë nuk ka nevojë të thotë më fal, sepse Perëndia gjithmonë kupton. Ktu na thuhet që ai na disiplinon që të sjell atë që është më e mira në ne. Ai është Ati i përsosur, i cili gjithmonë e mat disiplinimin ton me vendosmërinë e duhur dhe pamësinë e duhur, në mënyrë që të përmbushet qëllimi dhe synimi i tij. Tani, cilat janë rezultatet e këtij disiplinimi në jetën tonë? Çfarë synimi ka Perëndia kur na zmerilon përgjatë rrugës? Dhe në thelb, autori i Hebrejve na thotë se këto janë 3 gjëra. Së pari, ai do që ne të marrim shenjtëri. Vini re, që të bëhemi pjesëtar të shenjtërisë së tij. Qëllimi që ka Ati ynë i dashur është që ne të mund të jemi të shenjtë ashtu si Perëndia është i shenjtë. Ju lutem, vini re që kjo nuk është thjesht shenjtëri, por është shenjtëria e Perëndisë. Bibla na thotë se Perëndia është i shenjtë, sepse është shkruar, jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. 1 Thesalonikësve 4:7, sepse Perëndia nuk na thirri në ndyrësi, por në shenjtërim. Bibla na thotë se ne e marrim shenjtërinë e Perëndisë përmes shenjtërimit tonë në Jezus Krishtin. Kjo është shenjtëria e brendshme e Perëndisë së plotfuqishëm. Na thotë se duhet ta marrim këtë, por ndonjëherë ne harrojmë se mund ta marrim këtë dhe duhet të na e kujtojë përmes vështirësive që kalojmë. Çfarë do Perëndia që të jemi? Ai do që të jemi të shenjtë. Tani e di që kjo fjalë ka psuar shumë goditje në kulturën tonë. Kemi klerik të shenjtë dhe njerëz të shenjtë, gjithçka të shenjtë dhe është diçka që e nënvlerësojmë, por më lejoni t'ju them se shenjtëria është e mirë. Perëndia është i shenjtë dhe Perëndia do që ne të jemi të shenjtë. Në kulturën tonë themi kështu sot: ne duam të bëhemi më të ngjashëm me Krishtin. Ne duam të bëhemi njerëz më të mirë, njerëz të shenjtë. Nuk ka asgjë të keqe që ta duam këtë gjë. Kjo është diçka shumë e mirë dhe Perëndia këtë e ka qëllimin numër 1 kur ne bëhemi të krishterë, që të na bëjë të rritemi në pjekuri me Krishtin. Prandaj, përmes disiplinimeve që kemi në jetën tonë, ai po na bën të shenjtë. Së dyti, ai do që ne jo vetëm të marrim shenjtëri, por ai do që ne edhe të reflektojmë drejtësinë. Hebrejve 12:11 na thot, por më pas u jep një fryt drejtësie. Më lejoni t'ju kujtoj sërish për prioritetin e shprehjes por më pas. Por më pas, pasi të jetë realizuar kjo, pasi të ketë kaluar një periudhë kohe, mund të ktheni kokën pas dhe të reflektoni mbi atë që ka bërë Perëndia. Ajo që ndodh është se bëhemi njerëz më të mirë. Shenjtëria e Perëndisë, të cilën ju e morët si një dhuratë nga shpëtimi, fillon të reflektojë veten në drejtësi të përditshme. Ju bëheni njerëz më të mirë. Unë nuk mendoj se nëse kaloni jetën pa probleme, pa ndonjë vështirësi, do të mund t'i afroheni njeriut që Perëndia do që t'jeni. Dhe pastaj së treti, ai kërkon paqe në jetën tuaj. Ai kërkon që ju të merrni shenjtërinë, që të reflektoni drejtësinë dhe që të rrezatoni paqe. Çfarë është paqja? Po paqja është mungesa e ankthit. Më lejoni t'ju bëj një pyetje zonja dhe zotrin, pse si njerëz të Perëndisë ne jemi kaq në ankth? Shumë herë, ankthi ynë është rezultati i faktit që e dim se ne nuk jemi ashtu siç duhet jemi. Ndonjëherë mbase po përpiqemi të jetojmë dy jetë, kemi jetën e së dielës dhe jetën e ditëve të javës. Ne kemi jetën në shtëpi dhe kemi edhe jetën në punë. Ne kemi standarde të dyfishta, ne nuk jetojmë të shenjtë, nuk e harmonizojmë nga brenda jashtë atë që jemi vërtet. Dhe Biblia na thotë se kur e marrim seriozisht shenjtërinë dhe fillojmë të pasqyrojmë drejtësinë, rezultati i kësaj do të jetë paqja në jetën tonë. Ne do të kemi frytet e paqta të drejtësisë. Dhe kam vënë re, ju kam dëgjuar ju ta thoni, që kur keni kaluar vështirësi që nuk i keni pritur, që shpeshherë janë vërtet të vështira, keni ardhur tek unë si pastor dhe më keni thënë, pastor, nuk e di se si e kalova atë situatë, por dua që të them diçka, kur po kaloj ato ditë vështira, Zoti ishte shumë i shtrenjtë për mua. Ai më dukej kaq i vërtet. Më lejoni t'ju them, a është Zoti më i çmuar, më i vërtet dhe më i pranishëm në një kohë sesa në një kohë tjetër? Jo, ai është i kudondodhur. Ai është gjithmonë i pranishëm në të njëjtën shkallë, në çdo kohë. Por kur ne jemi duke kaluar vështirësi, ne bëhemi më të vetëdijshëm për praninë e tij, apo jo?
Ne bëhemi më të ndjeshëm ndaj atyre që ai po bën jetën tonë. Prandaj është me vend që të themi se kur ne sprovohemi, Perëndia ka premtuar se gjithmonë do të jetë me ne. Nëse Perëndia është me ju keni çdo gjë që ju nevojitet. Ai sjell me vete gjithë paketën. Keni nevojë për forcë, ai është Perëndi i fortë. Ju duhet shpresë, ai është shpresë. Keni nevojë për vetbesim, ai është Perëndia i paqes. Keni nevojë për fuqi, ai është Perëndia i plotfuqishëm dhe i gjithë pushtetshëm. Ai është Perëndia i malit, ai është Perëndia i luginës, ai është Perëndia i ditës, ai është Perëndia i natës. Nuk ka asnjë situatë që ai nuk e kontrollon plotësisht dhe ju jep çdo gjë kur ju po kaloni kohë të vështira. Ai është me ju. Ajo që Biblia na thotë është kjo: "Dhe ja, unë jam me ju gjithë ditët, deri në mbarim të botës." Dhe kjo na tregon atë që jam përpjekur t'ju them edhe unë. Çfarëdo gjë që po kaloni, mos e konsideroni si provë që Perëndia nuk ju do, por përqafojeni si ndërgjegjësim që ju jeni një prej fëmijëve të tij dhe që ai ju do, dhe pastaj gjeni shpresë dhe mençuri në këtë të vërtetë. Ai është me ju. Sepse duhet kuptoni, miqtë mi, se Perëndia ju do. Ai gjithmonë ju ka dashur dhe gjithmonë do t'ju dojë. Faleminderit që ndoqët mesazhin e sotëm në moment vendimtar. Shpresoj që t'jeni inkurajuar nga fjala e Perëndisë dhe që të keni mësuar edhe më shumë se çfarë do thotë të kesh një marrëdhënie me Perëndin ton të dashur. Nëse nuk e keni një marrëdhënie personale me të dhe do të dëshironit të fillonit një të tillë, mund ta bëni këtë sot. Gjithçka që duhet bëni për të marrë dhuratën falas të Perëndisë për shpëtimin është që të pendoheni për mëkatet dhe të pranoni Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj. Nëse ju e keni marrë këtë hap besimi sot, ju inkurajoj që të lidheni me një shërbes të besueshme apo me një kishë të zonës dhe të tregojeni dikujt për vendimin tuaj. Unë lutem që ju të vazhdoni të rriteni në besimin e ri që sapo keni gjetur. Perëndia ju bekoft. Do të takohemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.